Me një kapacitet prej 51.755 vendesh, Rajko Mitic është stadiumi më i madh në Serbi dhe shtëpia e klubit Crvena Zvezda, ndryshe e njohur si Ylli i Beogradit. Ndeshja krahasuar me vitin 2014 me Serbisë dhe Shqipërisë u zhvillua në stadiumin e Partizanit të Beogradit, kurse këtë radhë është zgjedhur një stadium i nivelit të lartë, thuhet në njoftimin e Federatës Serbe. Federata e Futbollit e Serbisë ka njoftuar zyrtarisht se ndeshja kualifikuese mes Serbisë dhe Shqipërisë, e vlefshme për eliminatorët e Kupës së Botës 2026, do të zhvillohet më 11 tetor në stadiumin Rajko Mitic në Beograd. Në të njëjtën stadium do të luhet edhe ndeshja ndaj Anglisë më 9 shtator, ndërsa sfida përmbyllëse e grupit ndaj Letonisë më 16 nëntor do të zhvillohet në stadiumin Dubocica në Leskovac. Federata Serbe e Futbollit ka zyrtarizuar vendimin për stadiumin ku do të presë kombëtaren shqiptare, do të jetë stadiumi Beogradit Rajko Mitic, që do të shërbejë për sfidën ndaj Anglisë më 9 shtator dhe atë përballë Shqipërisë më 11 tetor. Rajko Mitic është stadiumi më i madh i Beogradit me 51.700 ulëse që shërben dhe si shtëpi e Crvena Zvezdës, kështu Shqipëria do të rikthehet në Beograd pas 11 vitesh, por këtë herë jo në stadiumin e Partizanit të Beogradit ku flamuri autokton u val vit. Njoftimi i Federatës Serbe të Futbollit. Federata e Futbollit të Serbisë njofton publikun se ndeshjet kualifikuese të Serbisë kundër Anglisë më 9 shtator dhe kundër Shqipërisë më 11 tetor do të luhen në stadiumin Rajko Mitic në Beograd, ndërsa për ndeshjen e fundit kundër Letonisë është përzgjedhur stadiumi në Leskovac. Pas një analize të detajuar që përveç aspektit sportiv përfshiu dhe organizimin dhe sigurinë, si dhe konsultimet me UEFA-n, është arritur në përfundime se stadiumi Rajko Mitic, që objekti më i madh futbollistik në vend, do t'i ofrojë përfaqësuese son kushte optimale për zhvillimin e ndeshjeve të rëndësishme, shkruajnë serbët. Dragan Stojkovic është kthyer sot në armikun e mediave serbe. Trajneri i Serbisë, i pyetur nga gazetarët serb në konferencën për shtyp për incidentet nga tribunat me lojtarët, i ka hedhur poshtë aludimet e tyre, duke deklaruar se në Tiranë kishte përjetuar atmosferë fantastike në stadium. Ndryshe nga mediat serbe, të cilat e quajtën ndeshjen e Tiranës sikur kishin përjetuar një terror, trajneri kombëtares Dragan Stojkovic kishte një tjetër mendim. Ai do të dëshironte që atmosfera e përjetuar në Tiranë, në stadiumin Air Albania, të përsëritej edhe në Beograd. Nuk ju pëlqeu loja, nuk ju pëlqeu, gjeni një trajner tjetër, atmosfera këtu ishte fantastike, i përgëzoi tifozët shqiptar për këtë. Do të doja të kishim një atmosferë të ngjashme edhe tek ne, vijoi më pas ai. Finalizimi duhet të përmirësohet, mundësitë që patëm, 1 ose 2 topa mund të kishin përfunduar në rrjetën e Strakoshës. Një ndeshje tmerrësisht e vështirë jashtë fushë kundër Shqipërisë në Tiranë, ne e kontrolluam lojën, kishim kontrollin e topit, ku e ulëm sulmin e tyre në 0, kështu që ata duhet të ishin të kujdesshëm, sepse panë se nuk mund të na përballonin në këtë ndeshje. Shpirti i mirë luftarak, vrapim, shpenzim energjish, u shpreh Stojkovic. Më tej pikë si shtoj, kjo edhe çdo gjë tjetër do të jetë e vështirë, cilësia duhet të dalë në pa, kjo pikë nga Tirana duhet të materializohet edhe me 3 pikët kundër Andorrës duhet fituar. Analiza e ndeshjes Andorra-Angli na pret të nesërmen, rezultati është i habitshëm për mua 0-1, por ka ende një ndryshim të madh në nivel. Në Leskovac na presin 3 pikët e para për Serbin. Penaltia ishte sikur dikush më goditi me vare, pa kujdesi. Një gjest që ndodhi rastësisht, por edhe nëse do të kishin shënuar, ne do ta kishim rritur lojën tonë ofensive në maksimum dhe do të kishim shkuar për gjithçka ose asgjë. Nuk e pash penaltin kur e gjuajti. Le të vazhdoj Gjorgje të mbroj kështu dhe nuk do të ketë probleme. Ai e meritonte të ishte atje dhe e meritonte ta ndalte atë. Besimi që ka është magjepsës, tha Stojkovic. Vlen të kujtojmë se mediat serbe duket se harruan turpin e Beogradit dhe pas ndeshjes në Air Albania shkruan se huliganët shqiptar nuk patën mëshirë ndaj lojtarëve të tyre. Sipas raportimeve të mediave serbe, atmosfera në Tiranë ishte e ndezur dhe në disa raste doli jashtë kontrollit. Lojtarët e përfaqësuesve së Serbisë sipas tyre u goditën 5 herë me objekte nga tifozët vendas, duke çuar në ndërprerje të erpashershme të ndeshjes. Mediat serbe cilësuan sjelljen e tifozëve shqiptar si të tmerrshme dhe kritikuan ashpër arbitrin italian të sfidës për mosmarrjen e masave të prera. Sipas të gjitha kritereve të UEFA-s, arbitri duhet ta boshatiste tribunën ose të ndërpriste përfundimisht ndeshjen, shkruan një nga portalet kryesore serbe, duke shtuar se nëse ngjarja do të kishte ndodhur në Beograd, do të ishte e pamundur që ndeshja të vazhdonte. Sa kaq vlen të theksohet se edhe pse pati disa episode të hedhjes së sendeve në fushë, sjellja e tifozërisë shqiptare në tërësi
nuk krahasohet fare me atë të huliganëve serb në takimin famkeq të 11 viteve më parë në Beograd, ku tifozët hynë në fushë dhe goditën me çfarë të mundin lojtarët e kombëtares tonë,